Vdekja e Shpat Kasapit në mediat britanike, Daily Mail i kushton artikull special këngëtarit shqiptar. Vdekja e papritur e këngëtarit të njohur shqiptar Shpat Kasapi ka kaluar kufi të rajonit dhe ka tërhequr vëmendjen e mediave prestigjioze ndërkombëtare. Tabloidi britanik Daily Mail i ka dedikuar një artikull të gjatë artistit, duke e përshkruar si një figurat më të dashura të skenës muzikore shqiptare dhe kosovare. Daily Mail shkruan se Shpat Kasapi, 40 vjeç, humbi jetën pas një ataku të papritur në zemër në Monza të Italisë, ku ndodhej së bashku me bashkëshorten Selvie Jaho për të kërkuar ndihmë mjekësore për djalin e tyre të vogël Roelin. Mediat britanike sollën më mendje edhe reagimin e Bebe Rexhës, e cila nderoi Kasapin duke publikuar një video të tij duke kënduar shoqëruar me një emoj pëllumbi dhe flamurin shqiptar, një gjest që u interpretua si omazh për artistin dhe rënjtë të tyre të përbashkëta shqiptare. Daily Mail bëri edhe një profil të karrierës së Shpat Kasapit, duke cilësuar atë si një artist me shumë hite që u bë i famshëm në fillim të viteve 2000 me këngë si Ajo më mungon, Valle kosovare, Dashni pa limit dhe Aroma e saj. Ata theksuan se projekti i tij më i fundit, Ndalëm sot, po i afrohej 1 milion klikimeve në YouTube, ndërsa në Spotify numëronte afro 340.000 dëgjues mujor. Në artikull u rikujtua edhe pjesëmarrja e tij në konkurimin për përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision 2009, kur Kasapi garoi, por u mund nga Casey Tola. Daily Mail e mbylli shkrimin duke përshkruar Shpat Kasapin si një figurë të dashur, të respektuar dhe pjesë pandashme të muzikës shqiptare, ndërsa vdekja e tij shihet si një humbje e madhe për familjen, miqtë dhe publikun që e kanë ndjekur për më shumë se 2 dekada.